objektiva e NKP-s nuk është tërësisht kriminale dhe mund të jetë përgjegjësi penale për NKP nëse është kryer përmes mjeteve të paligjshme. E kemi trajtuar këtë me hollësi e kaluar. Prandaj, qëllimi kriminal në tërësinë e vet përfshin si objektiven edhe mjetet kriminale të pretenduara. Të ndërruar gjykatës nuk mund t'i ndanin në mënyrë artificiale. Realizimi i ndërmarrjes kriminale kërkon rrjedhimisht që i akuzuari të ketë kontribuar drejt për së drejti në krimet në fjalë. Ne po themi që kjo është një nga shumë rastet që ilustron se prokuroria nuk ka argumente kundër zotit Selimi. Kontributi që pretendohet se ka dhënë zoti Selimi në NKP, të cilën e kemi trajtuar me hollësi, me shkrim dhe me gojë, nuk mund të vërtetohet se ka kontribuar në krimet e paraqitura në akt akuzë. Për rrjedhoj, nuk mund të merret vendim fajësie kundër zotit Selimi në lidhje me NKP-n. Kaq. Prokuroria nuk ka më asnjë provë, asgjë nuk mund të nxjerrë prokuroria tani për të siguruar vendimin e fajësisë kundër zotit Selimi. Për secilin nga pretendimet që ka pasur prokuroria kundër zotit Selimi në këtë rast gjyqësor, këto kanë qenë të pabaza. Kemi 5 vite me procedura paragjyqësore dhe gjyqësore. Kemi dëgjuar me qindra dëshmitar, kemi me mijëra prova materiale. Edhe prokuroria ka pasur tërësisht barrën e provës në këtë çështje gjyqësore dhe është logjikshme që të hënën prokuroria të kishte shkëlqyer. Sidoqoftë, siç e pam, të hënën pasdite, ata me zorja dolën banë. Ajo që mund të bëj unë tani është thjesht të përsëris kërkesën e javës së shkuar. Zoti Selimi duhet të shfaqsohet për të gjitha akuzat, të lirohet menjëherë, të kthehet në Kosovë pranë familjes së tij. Asnjë vendim tjetër nuk mund të justifikohet në bazë të provave që janë paraqitur në këtë çështje gjyqësore. Ju faleminderit, u përpoqja të flisni për të siguruar vendimin e fajësisë kundër zotit Selimi. Për secilin nga